Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës. Raportet midis shqiptarëve dhe Shteteve të Bashkuara kanë qenë gjithmonë raporte gur themeli për fatin e ardhshëm të Shqipërisë dhe të trojave shqiptare. Të gjithë diaspora shqiptaro-amerikane, të gjithë bashkëdhetarët tanë në Kosovë, ndjehen disi të befasuar nga vendimi i fundit i ndërmarrë nga qeveria amerikane për ndërprerjen e dialogut diplomatik me prioritet me qeverinë e Kosovës. Ky akt shihet si mjet presioni ndaj qeverisë të Kosovës apo ndaj Kosovës. Jo më larg se dje, ambasada amerikane pohoi një deklaratë me anë të së cilës linte të nënkuptohet se kjo ishte më tepër presion ndaj qeverisë Kurti se sa vetë Kosovës dhe fatit të saj. Kam ftuar sot në studio ish rektorin e Universitetit të Kosovës, zotin Marian Demaj, për të diskutuar mbi këtë çështje dhe mbi raportet midis qeverisë Kurti dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai vjen pas pushimeve nga Kosova, natyrisht edhe duke qenë atje ka qenë më në kontakt me zhvillimin e ngjarjeve. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. A duket ky vendim i fundit i Shteteve të Bashkuara, si është një farë reagimi ndaj qeverisë Kurti për mos koordinim të veprimeve të saj, që në pamje të parë duken si veprime sovraniste për të ruajtur sovranitetin e Kosovës me miqtan më të mirë Shtetet e Bashkuara? Për mu, një vendim i tillë i qeverisë amerikane nuk është befasues, sepse kjo qeveri, gjithsesi kryeministri Kurti, që nga ardhja e tij në krye të qeverisë, e ka humb atë praktikën e bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe substancial me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë e dimë se kreator i Shtetit të Kosovës, që nga çlirimi, pastaj shpallja pavarësisë, njohjet, inkuadrimi i Kosovës në institucione të ndryshme ndërkombëtare janë rezultat i bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithsesi, ndoshta mund ta them haptas që është ndihmë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çka ne duhet të jemi mirënjohës dhe jo kjo qeveri, po asnjë qeveri nuk gëzon që atë saj mirënjohje t'ja kthej shpinën. Kjo qeveri gjithsesi, ky kryeministër, sikur ka udhëheq një politikë kundër atij partneriteti, kundër atij bashkëpunimi. Nuk këtu janë grumbullu disa, mos tham, mos respektime të udhëzimeve që vinin nga ambasada amerikane, nga kryeministri Kurti, siç është zgjedhjet lokale, pastaj ura e Ibrit, pastaj shumë veprime tjera të cilat vërtet kanë bërë që të vi ky vendim. Herën e fundit është edhe mos tham interferimi direkt i tij kundra deklaratat e tij skandaloze kundra gjykatës kushtetuese, e shumë çka është marrëndësisht një mos respektimi i garancive, cilat edhe vetë i kanë nënshkruar në të marrëveshjen e Ohrit për minoritarët. Na nuk duhet të harrojmë se gjatë procesit të shtetformimit të Kosovës, gjithmonë klasa politike e jonë ka marrë obligime dhe ka dhënë zotime që do t'i mbrojë të drejtat e minoriteteve. Njëkohësisht, në anën tjetër, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë zotime të partnerët tjerë se një shtet i ri do t'i respektoj ato të drejtat e tyre, gjë që kjo qeveri gjithsesi, kryeministri Kurti dhe ajo deklarat i drejtohet, është vetëm një deklarat që theksi vendoset në mos bashkëpunimin dhe marrjen e vendimeve
të kryeministrit Kurti që që e damtojnë këtë bashkëpunim, gjithsesi e damtojnë atë strategjinë për bashkëpunim që është një diçka ma tepër se marrëdhëniet diplomatike që Kosova i ka me shtetin me SBA. Megjithatë, qeveria Kurti ka kryer disa veprime sovraniste. Ju përmendët urën e Ibrit. Për mendimin tim nuk ka asnjë gjë skandaloze se ndërtove një urë tjetër me që ata po kërkojnë që ta pengojnë kalimin në urën e vjetër të Ibrit. Sepse edhe veriu Kosovës është pjesë e Kosovës. Natyrisht, brenda interesave të Kosovës duhet të harmonizojmë me interesat e Shtetit Bashkuara, po interesat e gjeopolitikës amerikane janë përtej Kosovës. Kosova është një shtet mjaft i vogël për interesat amerikane. Duhet kemi parasysh qëndrimin amerikan ndaj Vučićit sikur është përkëdhelur dhe qëndrimi ndaj Kosovës është me tone mjaft forta. Si e shihni këtë ndryshim? Unë edhe në këtë studio kam thënë më herë për përsëris prapë. Çdo hap që mirret në drejtim të shtrirjes së sovranitetit në Mitrovicën e Veriut, gjithsesi në Kosovën veriore, pa bashkëpunim, pa ndonjë sponsorizim nga partnerët tanë, në veçanti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jetë një mos ta quaj një thik në trupin tonë. Sepse, e përmenda pak përpara, ne jemi zotu për t'i mbrojtë drejtat e tyne. Dhe Kosova nuk e ka atë fuqi, atë ta quaj përkrahje që mund të ashtri sovranitetin. Ka qenë rasti, ta them ndoshta fati, që serbët nuk dulen në zgjedhje, fitun shqiptarët me 10 vota, 11 vota që ishte, ta them, qesharake, edhe ka pas mundësi që ai sovranitet të shtrihet, që ai sovranitet është vetëm momental. Tash do t'jenë zgjedhjet me 12 tetor, edhe sigurisht aty nuk ka ndonjë zgjedhja 12 tetor si është lënë tani do t'jenë lokale, jo përgjithshme. Ndoshta rrova ta potenciojnë zgjedhjet, mendoj që veç e din, po sigurisht shikuesit nuk e din. Zgjedhjet lokale në shtetin e Kosovës mbahen me 12 tetor dhe sigurisht, po them sigurisht aty nuk ka dilemë më të vogël se ato komuna kanë mu kthy në sovranitet edhe në udhëheqje të popullit serb, se janë shumicë. Dhe sigurisht edhe policia do t'jenë gjykata, do t'jetë gjithçka. Mirë, po në ana tjetër, lidhja ose lista serbe në veri ka vepruar në bashkëpunim me Radojčićin, ka vepruar në bashkëpunim me element kriminal, të cilëve për një farë kohë është lënë liri në veriun e Kosovës. Tashi, në emër të krijimit të një gjoja apo të një farë situate të qetë në pamje të jashtme, unë jam dakord me atë që aty ku kanë shumicë serbët sipas të drejtave ndërkombëtare, sipas atyre të firmosura në Kushtetutën e Kosovës, në Marrëveshjen e Ohrit e tjera, të jepen të gjithë të drejtat. Por a çon kjo drejt një përparimi të sovranitetit të vetë Kosovës, apo gjithmonë Kosova do të rritë presi se çfarë do t'i aprovojnë fuqitë e mëdha? Që ajo që ka thuni ekziston, është e qëndrueshme. Mirë, po ajo që veprohet nga ana qeverisë Kurti nuk është legale, nuk është demokratike, as nuk duhet të ekzistojë. Nëse ka faktorë që nuk dyshoj, që bashkëpunojnë me Radojčićin nga lista serbe, ata duhet të nënshtrohen gjykatës edhe organeve të drejtësisë. Jo qeveria të merr vendime, jo të insistohet, shembulli i fundit, kjo që mos dëgjueshmëria është pikërisht mos respektimi i Kushtetutës. Sipas Kushtetutës,
një nga nënkryetaret e kuvendit të Republikës Kosovës duhet të jetë nga minoritetet. Megjithatë ajo ha diskutim, profesor. Veç ta përfundoj. Po. Edhe aty nuk është realizu, domethënë është shkel kushtetuta sepse kandidatët për nënkryetar të kuvendit të Kosovës deri tash është praktika, në bazë të praktikave dhe është vepru, janë votu pako. Është hera parë që anëzirë nga pako. Ta shtrohet pyetje pse është bërë kjo. Ishte momenti i fundit që u zgjodh kryetari i qeverisë, gjithë prisnim që të kemi edhe nënkryetar, se nuk është ndonjë funksion i më tepër honorific më tepër është si përfaqësor edhe të konstituohet kuvendi. Edhe sot kësaj dite se kemi të konstituar kuvendin. Pse? Sepse kryeministri nuk dëshiron të largohet nga karrika e tij.